Miq, përshëndetje dhe ndjekës të këtij kanali. Mirë se u gjetëm në kanalin e psikologjisë shpirtërore. Për ju që më keni ndjekur më rregullisht, kjo është një lloj serie, në thonjza e atyre videove që lidhen mbi ato që unë i quaj si probleme kryesore dhe të natyre mjaft të veçantë dhe të rëndësishme të brezit ton, janë pikërisht problemet e padukshme. Dhe unë i kam kategorizuar të varësit që ne nuk jemi të vetëdijshëm, ku futen lojrat argëtimi, për cilat kanë folur, gjithashtu drograt, alkooli, narkotikët, duhani, për cilat gjithashtu kanë folur në një video tjetër, prandaj se kanë parë mund të shohin. Dhe sot do flasim për atë varësinë e tretë, që është gjithashtu një industri në rritje, fatkeqësisht, në këtë brez ku po jetojmë, në rritje do thoya galopante, maramëndse, që lidhet me pornografinë. Pra, pornografia pra është industri, sikurse kuptuam, kujdes për ata që mendojnë që është kinematografi, nuk është kinematografi, është një formë skllavërie seksuale, domethënë, që ta kuptojmë saktë, domethënë. Pavarësisht se është e ligjëruar, pse është e ligjëruar? Sepse ka shtete që kanë ligjëruar të drograt, për shembull. Pra nuk është çudi, ka shtete që kanë ligjëruar prostitucionin. Sikurse ka shtete që nuk kanë ligjëruar as drograt, as prostitucionin. Njësoj ka dhe shtete që kanë ligjëruar pornografinë, por ka dhe shtete që nuk e kanë ligjëruar pornografinë. Dhe kuptohet që ato shtete që nuk e kanë ligjëruar këto janë shtete që janë më konservatore dhe tradicionale. Kush janë shtete konservatore dhe tradicionale? Janë ato shtete që kanë, le të themi, pikë së pari vlerësimin kryesor, atë që japin shkrimet e shenjta. Pra që ka një Zot, ka një Perëndi, dhe ai ka treguar njeriu çfarë është e mirë, çfarë është e keqe, dhe kështu është formuar morali. Dhe për ata që nuk e dinë, këto kode morale ose sot që kemi ligjet, kushtetutat e të gjitha, vinë që të gjitha nga dhjata e vjetër në Bibël, si shien ndryshe si Bibla hebraike, ose Tora, 5 librat e Torës, ku Zoti jep 10 urdhëresat kombit Izraelit, por nuk po futemi në histori biblike kësaj radhe. Dhe në bazë të këtyre ligjeve hyjnore që Zoti jep, caktohet morali dhe kombet që nga flasim për periudhën mijëra vite para lindjes Krishtit, sot jemi pas lindjes Krishtit, 2000 ca vite pas lindjes Krishtit. Njerëzit kanë ecur në bazë të këtyre kodeve morale që Perëndia i ka dhënë profetëve, dhe nga këto kode morale janë formuar shtetet. Europa, për shembull, 2000 vite më parë, para se të vinte krishtërimi, ka qenë mbretëri normalisht, po që nuk kishte këto kode morale. Pra ishin pagan dhe kishin të tjera kode. Kishte më shumë dominancë e drejta romake si një kod, por nga ana tjetër kodi moral nuk njihej. Njihej vetëm kodi, le të themi, politik ose ushtarak. Për shembull, po ja vetëm një rast, në familjet pagane, domethënë para kristiane, kur nuk erdhi besimi i vërtet, për shembull, babai kishte çdo të drejtë mbi familjen. Pra nëse i lindte fëmijë, për shembull, ai kishte të drejtë bënte çfarë donte me fëmijën. Pra mundte edhe ta vriste dhe nuk dënohej me ligj, po ta vriste fëmijën sepse fëmia konceptohej si prona e tij. Kishte të drejtë ta shiste, ta skllavëronte, qoftë ta abuzonte me të, dhe në kohët pagane fliten për fakte historike që vriteshin shumë fëmijët që lindin vajza. Vajzat njiheshin si mallkim, pra femrat kur lindin femrat. Dhe ose shiteshin si skllave ose vriteshin, thjesht vriteshin dhe konsideroheshin si fatkeqësi, sepse nuk njihej ligji i Zotit, pra. Prandaj edhe deri sot në Shqipëri kemi emra që janë gati në një natyrë diskriminuese për gratë. Për shembull, emra shkurte ose sose ose mbarime ose tjera, vinë nga kjo trashëgimi pagane, sepse prindrit nuk donin që jeta e saj të soste, jeta e saj të mbaronte, të ishte e shkurtër, prandaj vinë këto emra. Dhe janë i përmenda dhe ndjes për ndonjën aju që ka trashëguar të emër, nuk ka ndonjë gjë të keqe, të jeni krenar që keni atë emër, sepse në fund është tradita jon, por ama çfarë mësojmë në këtë traditë është pikërisht paganizmi, domethënë ekzistenca e një shoqërie pa qenë në rrugën e Zotit, pa qenë në ligjin e Zotit. Që ligji i Zotit është ligji moral. Dhe në ligjin moral, skllavëria është ndaluar normalisht. Skllavëria, të vrasësh tjetrin është ndaluar, mosvëri.
Gjithashtu edhe ajo që njeh si kurvëria është ndaluar. Kështu që nëse kurvëria është ndaluar, atëherë detyrimisht edhe pornografia është ndaluar. Sepse së pari thamë është një lloj skllavërisë moderne, së dyti edhe një person që konsumon pornografi sipas ligjit hyjnor, ligjit moral, ai person po kurvëron, sepse po bëhet bashk me këtë lloj biznesi, me këtë lloj tregtie, është pjesë e saj. Tani pa dashur të diskriminoj ose të ngarkoj dikë emocionalisht që konsumon pornografinë. Statistikat flasin që shumica e botës konsumon pornografi. Edhe unë që u flas, kur nuk kam qenë në besim, e konsideroja si një gjë normale, domethënë, dhe kam qenë vetë konsumues për një kohë, domethënë, disa vjeçare të pornografisë, materiale pornografike. Por kur Zoti më hapi syt, kur fillova të kërkoja të vërtetën, kur fillova të kërkoja një jetë përtej, le të themi, asaj që unë e quaj teatr, teatri masiv, pra një jetë ku me më shumë kuptim, një jetë ku kisha të gjitha përgjigjet, dhe fillova, pikë së pari mendoja ndonjëherë, thoja që parat janë ato që përmbushin njeriun, po pastaj lavdi Zotit bëra shumë para dhe prap nuk po gjeja kuptimin. Pastaj thoja prit ha biznese të tjera, se ndoshta është të bëri biznes, të punsoj njerëz, ku diun të fillova hapa biznese, prapë e njëjta gjë, nuk po gjeja përgjigje. Pastaj thash hajt për bamirësi, e njëjta gjë. Pastaj hajt të martohem, u martova, bëra fëmijë lavdi Zotit, dhurata më e madhe martesa dhe fëmijët, lavdi Perëndis dhe bekuar dhe ju të dashur miq që keni këtë bekim, martesa është e projektuar nga Perëndia, që në fillim ai bëri burrin dhe gruan dhe fëmijët janë bekimi i saj, kështu që jeni të bekuar nëse keni arritur. Por as ajo se përmbush njeriu. Pra është një dhuratë shumë e madhe, por nuk e përmbush. Dhe kur fillova të kërkoja Zotin, ai më tregoi praninë e tij në forma që nuk mund të shpjegohen dot, janë misteret e tij, por që më thirrri dhe më çoi tek fjala e tij. Më çoi në Bibël. Fjala e tij më ndryshoi komplet jetën. Arrita të bëhesha pjesë e kishës, ku vazhdoj akoma të shërbej. Këto janë histori tjera, por po i them këto për të kuptuar që nëse njeriu nuk e njeh ligjin e Perëndis, nuk njeh fjalën e Zotit, pra çfarë shkruhet në Biblën e Shenjtë, e ka shumë të vështirë të dallojë të mirën dhe të keqen. Madje edhe njerëz që unë i njoh vetë që janë pjesë e kishës, sidomos ata që ndodhen në perëndim, pra njoh të krishterë që konsumojnë pornografi, pra shikojnë pornografi. Dhe nuk e quajnë mëkat, nuk e quajnë një gjë të ndaluar ose diçka të dëmshme për njeriu. Më kuptoni? Dhe mendoj sepse ata nuk i kushtojnë kohë studimit, meditimit me shkrimin e shenjtë në Bibël, por edhe lutjeve e të tjera me radhë. Por gjithsesi kjo video nuk është për ta, pra ekskluzivisht për ta, edhe pse nuk përjashtohen, por është për të hedhur dritë mbi pornografinë. Së pari, për ta kuptuar ku qëndron problemi, ku dëmton pornografia, dhe nëse bindemi mbi dëmin që shkakton pornografia në jetën e njeriu, të shohim mundësitë se si mund të le të themi shërohemi ose shpëtojmë nga kjo lloj vartësie. Pra e thash, problemi i parë njëherë është vartësi. Pra këtë duhet kuptojmë. Thamë, Zoti ka krijuar njeriu të lirë, por të mos mëkatoj. Nëse njeriu konsumon pornografi, ai është bërë pjesë e një tregtie ku skllavërohen individ të tjerë për kënaqësi seksuale. Pra është e ngjashme me prostitucionin, e ngjashme me skllavërinë seksuale të mesjetës, por që vazhdon akoma dhe më sot, në rrjetet e prostitucionit, është edhe rrjeti i këtyre produksioneve ku akte seksuale midis njerëzve të cilët nuk janë të martuar, por janë, le të themi, aktor ose performues të këtyre lloje shfaqjeve, ofrojnë pra këtë lloj shfaqje në këmbim të argëtimit që përfitojnë shikuesit e tyre. Ku i fiton kjo industri fitimet dhe pse është kaq fitimprurse sot në botë, që është bashkë me industrinë e drograve dhe të alkoolit, bashkë me industrinë e argëtimit, bashkë me industrinë e armëve, të trafiqeve të tjera, pra hyn dhe pornografia aty. I fiton sepse
tërheq shikues. Dhe sa më shumë shikues të tërheqi, pra audienca, aq më shumë ata thithin reklama, pra sponsora. Pra website-et pornografike maten me shikueshmëri. Nëse një website ka me mira shikues, ai ka shumë të thjesht të kontaktoj biznese dhe t'i ofroj një hapësirë reklamuese. Pra ato reklamat që keni parë, që mund të keni parë nëpër sajtet të ndryshme, njësoj kanë edhe këto sajtet e pornografisë. Pra shikueshmëria është çelësi i tyre i suksesit, le ta quajmë. Tani, ku qëndron marifeti, le të themi? Sepse Bibla na thot fjala e shenjtë që Zoti ka krijuar gjithçka të mirë, por janë njerëzit ata që kanë shpikur marifetet. Sepse duan të dalin nga rruga e Zotit dhe i shërbejnë atij Zotit tjetër në thonjza, që është Zoti i kësaj bote, Babilonia ose Mamoni, paraja. Pra do i shërbesh paras, ta bësh para në Zotin tënd, ose do i shërbesh Perëndisë së shenjtë, që nuk të ndalon as të kesh para, por varet ku është zemra jote. Kështu që zemra e këtyre individëve është tek paraja. Dhe çfarë bëjnë? Ata kanë arritur që të kenë statistika, edhe studime madje psikologjike, që pornografia, pra shkurt muhabetit, kanë arritur të kuptojnë që pornografia, njësoj si droga dhe njësoj si industria e argëtimit, që kemi thënë klapa thasha themet, edhe pornografia arrin të krijojë varësi tek individi. Pra do thotë që një individ që konsumon një pornografi, pra shikon një material pornografik, gjasat janë që ai të rikthehet të shikojë edhe një tjetër. Pastaj edhe një tjetër, pastaj në qoftë se në fillim ai shikonte 1 në ditë, ai fillon të shikojë 2 në ditë, 3 në ditë, 4 në ditë, 5 në ditë, dhe ka raste e kalon edhe gjithë kohën e tij të lirë duke parë pornografi, pra gjithë natën ose gjithë ditën. Pra ai jeton për të parë pornografi. Pse? Sepse krijohet varësia, pra. Tani si krijohet kjo varësi? Krijohet në sajt të hormonit të kënaqësisë, që prodhon trupi jon. Ky hormon quhet dopamina. Dhe për ata që duan ta njohin më thjesht, dopamina ka të bëjë me dopin, që njihet si doping. Pra është lëndë, pra dopingun siç e keni dëgjuar që e marrin sportistë në mënyrë të jashtëligjshme për të stimuluar, le të themi, testosteronet e tyre, muskulaturën e tyre, grintën e tyre, fuqinë e tyre. Njësoj dhe individët që shohin pornografi kanë gjasa që kur arrin të tundohen, të tërhiqen, domethënë nga çfarë shohin aty, dopamina në trupin e tyre rritet, dopamina pas e kalon në tru dhe fillojnë ata të ndjejnë një lloj kënaqësie dhe një lloj qetësie, domethënë, që jep ajo gjendje. Pastaj kalojnë fazat e tjera të eksitimit, e kështu me radhë deri në aktin final që është dhe masturbimi, domethënë, sepse qëllimi i asaj industrie ky është. Dhe kur njeriu përmbush gjithë të cikël të plot, ai gjithmonë do dëshiroj ta ripërmbushë këtë cikël. Për herë, dhe kështu ai bëhet i varur. Pra kujdes, nuk është se shumë edhe psikolog në fakt, tani me drejtën e tyre, sepse ata nuk jemi shkrimën e shenjtë, thonë që masturbimi është varësia. Nuk është masturbimi varësia. Masturbimi është përmbushja e aktit që fillon që me dopaminën. Dhe kjo dopamin nis duke parë dhe duke fantazuar, duke marrë pjesë, duke ndërvepruar në këto materiale që sillen te njeriu eksitimin dhe pastaj në fund masturbimin. Pra, këtu bëj gabim, mendoj unë tani, sipas asaj që mund të kuptoj nga gjithë kjo, që nuk është pikërisht akti i fundit problemi, por është fillimi i problemi. Më kuptoni? Pra problemi fillon gjithmonë tek mendja, fillon gjithmonë tek qasja. Pra, dhe nëse duam dëshirojmë që ta nxjerrim në ditë këtë problem dhe të çlirohemi, pra të fitojmë lirinë nga kjo varësi, mendoj se më e mira është që ta kapim në fillim, jo në fund. Sepse thash, varësia ka të bëjë pikërisht me atë që paraqitet, me atë që shohin syt tanë dhe çfarë ndodh për brenda nesh, që stimulon dopaminën dhe pastaj në fund gjithë procesi që mbyllet me masturbimin. Pra, dhe çfarë ndodh tani? Njeriu që krijon varësi nga kjo gjë, pikë së pari, gjëja e parë që ndodh njëherë është varësia, pra ai është, le të themi, një sklav i një aktiviteti,
që i dhuron kënaqësi dhe shkëput atë nga jeta sociale, shkëput nga bota. Dhe dëmet që zhvillohen aty në aspektin psikologjik janë të njëjta dhe të ngjashme me ato që zhvillon industria e argëtimit dhe drograt. Pra janë pothuajse të njëjta dëme. Pra fillon mungesa e vetbesimit dhe vetvlerësimit e para fare. Pse ndodh kjo gjë? Sepse njeriu nuk është fokusuar te vetja, por është fokusuar së jashtmi. Pra shet të tjerë dhe nuk sheh veten. Dhe harxhon kohën e tij me aktivitete të jashtme, të performuara nga të tjerët dhe nuk ka kohë, fillon të reduktoj kohën që ai mund të merret me veten e tij. Si mund merri me veten? Gjëja e parë është të njohësh veten, kush je. Çfarë po bën në këtë botë? Çfarë mund të bësh më tepër? Çfarë dëshiron, çfarë jo? E të tjera gjëra që kërkojnë përballje me sfidat, përballje me problemet, rritjen, tejkalimet e të gjitha këtyre vakcive dhe medokriteteve që kam thënë. Shkurt muhabetet që mos të biesh në atë vakcin, në atë qetësinë, në atë rehatin, sepse ajo është vdekja e njeriut, si në aspektin shpirtëror deri në aspektin fizik. Dhe përsëris për ata që s'kan parë eksperimenti Brett Kosës, me UNZ është bërë pikërisht për të lloj gjëje. Nga shkencëtarët, të dashur miq, nuk po flas për aspekte morale. Studiues të shkencave njerëzore kanë marrë një Brett Kos, e kanë hedhur në ujë të nxehtë dhe Brett Kosa ka fluturuar, ka ikur në ai ujë. Është trembur, nuk e ka përballuar dot. Po kur ata e futën në ujë të ftohtë dhe filluan të shtonin ujin e nxehtë, Brett Kosa u gjet në vaktësi, pastaj në ngrohtësi, deri në nxehtësi dhe ajo nuk e kuptonte dhe ngordhi pa e kuptuar. Dhe po këta shkencëtarë thonë që njësoj ndodh me njeriu kur ai zhytet në aktivitete të rëndomta. Kush janë aktivitetet e rëndomta? Ato mediokre, që s'janë as ftohta as të nxehta, po janë të vakta. Dhe njeriu futet në atë vaktësi dhe jeton vetëm për të jetuar në atë vaktësi. Jeta e tij fillohet të bëhet jetë që ka qëllim vetëm konsumimin e atyre gjërave që ati japin kënaqësi dhe rahati dhe kaq. Dhe ai fillon jeton vetëm për trupin, kënaq vetëm trupin dhe nuk mendon për intelektin e tij, për emocionet e tij, relatat me të tjerët. E jo më për aspektin shpirtëror pastaj, që të rritet shpirtërisht, të njohë Perëndin, të ketë një jetë përmbushur, një jetë pa frikë, pa stres, një jetë që me më shumë kuptim, me më shumë besim, me më shumë forcë, urtësi e tjera që vinë si pasojë e besimit. Pra, njeriu në këtë vaktësi humbet vetvlerësimin, vetbesimin, humbet relatat me të tjerët, fillojnë shfaqen tek ai shenja depresimi, pra depresioni, nuk është i përqendruar, pra humbet fokusimin. Duke mos qenë i përqendruar, nuk është as produktiv në punën e tij, në aktivitetet e tij, por edhe marrëdhëniet me të tjerët. Dhe të gjitha këto e bëjnë këtë njerëz që mos të progresojë në jetë. Si në aspektin financiar, ai nuk mund të bëjë dot punën e tij më mirë. Nuk mund të mendojë për një punë tjetër, më të mirë ose për një biznes. Pra nuk mendon për financat e tij të rrisi. Nuk mendon që madje gjasat janë që, me sa thon studiuesit, ky njeri fillon të jetë edhe indiferent ndaj gjinis tjetër. Qof femra, qof me, humbet interesin, shumë qofse i mashkull konsumon pornografi prej shumë kohësh, dhe sasi të madhe, humbet interesin për femrat. Pra femrat fillon i sheh thjesht si objekte, sepse ashtu është mësuar të shohë. Se truri i tij bombardohet me atë imazheri dhe ai imazhi i tij për femrën është vetëm një objekt që përmbush atë lloj akti, në rastin konkret seksual. Dhe kaq, pra humbet interesi më tepër që femra është gjithashtu njeri e të tjera. Njësoj edhe për femrat, thon studiuesit, meshkujt për të fillon bëhen thjesht si objekte. Dhe humbet interesi për të ndërvepruar dhe për të ndarë me një mashkull, për të krijuar, domethënë shkurt muhabeti, për të krijuar relata që mos zgjaten. Pra gjasat janë që ta njerëz të mbyllen në vetmi, të jenë pasiv, të mos jenë produktiv, por fillojnë tek ta të shfaqen dhe shenja agresiviteti. Kur fillojnë, sidomos këto shenja shfaqen kur ata duhet të përballen me përgjegjësinë në jetë. Për shkak me përgjegjësi që mund të kenë familja, të afërmit, punët e të tjera. Pra fillojnë janë aq të vakët sa që fillojnë bëhen dhe pesimist për të ardhmen, për jetën, dhe nuk e kuptojnë që nuk e kanë problemin rrethanat, edhe pse rrethanat shpeshherë janë shumë të vështira dhe si duhese. Problemin kryesor në fakt e kanë ata vetë, sepse ata nuk kanë fuqi të përballen me këto rrethana. Dhe këtu përfitojnë në rastit të ngre një tjetër problem që pak flitet, në konsumimin e gjithë këtij cikli
që fillon me pornografin, pra kur bësh pjesë e këtij biznesi, konsumon pornografi. Çfarë ndodh me njeriu? Të paktën e kam të studiuar për meshkujt, kur meshkujt bën pjesë e këtij cikli, ata humbasin edhe fuqinë seksuale, që është e vërteta. Pra, humbasin atë lloj potence dhe atë lloj energjie, që njihet si fuqi seksuale, po që është e vlefshme për çfarëdo lloj aktiviteti. Studiuesit janë të mendimit që nëse meshkujt në rastin konkret ku është bërë dhe studimi, ruajnë këtë fuqi seksuale, por njësoj ndodh dhe me femrat, por studimi që unë kam pasur është për meshkujt, nëse ruajnë këtë fuqi seksuale dhe nuk e konsumojnë aktivitete pornografike, falsa i fuqia seksuale ata janë më të aftë për të performuar në punë, më të aftë për të bërë biznes, pra kanë më shumë fuqi për të punuar, për të bërë më shumë para, më shumë sukses, dhe nuk janë të lodhur. Më kuptoni? Dhe studimi përfshinte edhe ata që janë të martuar. Pra pavarësisht jetës së tyre seksuale me bashkëshortet e tyre, ajo ishte një masë që nuk i dëmtonte, le të themi, dhe nuk i harxhonte këtë fuqi. Por nëse ata angazhoheshin krahas raporteve, le të themi intime me bashkëshorten, angazhoheshin në pornografi, ata humbisin fuqinë seksuale. Çka i bënte, të ishin të vakët në punën e tyre, në bizneset e tyre dhe kështu me radhë. Pra është e çuditshme dhe në fakt, jo më kot fjala e shenjtë thotë që gjithçka ka kohën e saj. Pra Zoti kështu ka krijuar njeriu, kështu ka krijuar ciklin biologjik natyror, natën ditën, dhe jo më kot i ka dhënë kohën, çdo aktiviteti. Më kuptoni? Kështu që jo më kot edhe studiuesit dalin këto përfundime, që koha e harxuar në aktivitete të tilla ulin atë, pra, pikërisht atë lloj energjie, testosteronin në rastin konkret si shihen ndryshe, dhe e bën njeriu më pak të fuqishëm dhe më pak produktiv në çdo aktivitet të tij. Dhe nëse njeriu fillon ta humbasë këtë energji seksuale, pra këtë fuqi seksuale, ai do arrijë në një tjetër mëkat, sepse Bibla jo më kot thotë që mëkati pjell mëkatin, ose tundimi pjell mëkatin, mëkati pastaj vdekjen, pra vdekje shpirtërore, vdekje fizike, pra i këtij njeriu që jeton mëkat. Kështu që nga ky mëkat që është, le të themi, kurvërimi në rastin konkret, marra pjesë në aktivitete të tilla, ngjizet dhe mëkati tjetër që lind si pasojë e harxhimit të energjisë seksuale ose fuqisë seksuale, që është zhburrërimi. Pra më kuptoni? Nëse njeriu zhburrërohet, në rastin konkret mashkulli, nëse mashkulli zhburrërohet, do të ketë shumë të vështirë që ai të ringrihet. Le të themi që ai të rikrijojë jetën, të krijojë një familje të tjera me radhë, sepse ka humbur esencën e tij burrërore. Më kuptoni? Dhe në fakt në shkrimin e shenjtë thuhet që mos u gënjeni, thot, nga gënjeshtrat, as thot homoseksualët, as kurvarët, dhe as të zhburrëruarit, thot, nuk do të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë. Pra përveç shumë mëkateve të tjera, pra futen edhe të zhburrëruarit. Edhe shumë njerëz që edhe i studiojnë shkrimet e shenjta kujtojnë se i zhburruar në fakt ke të bësh me homoseksualit. Jo, nuk është kjo. I zhburruar është kur ti harxhon atë substancë, atë fuqi, atë energji që Zoti ka dhënë burrit, që ai të punojë, të prodhojë, të kujdeset për familjen, të ketë sukses në aktivitetet e tija, të mendojë për financat e tija dhe të ketë mbarvajtje të gjithë qeverisjes së punëve të tij ditore. Dhe ai fillon humbet, jo vetëm qeverisjen e këtyre, po edhe nuk qeveris do të jetën e tij. Dhe si rrjedhoi zhburrërohet. Dhe çfarë ndodh për një burr që zhburrërohet? Thjesht kurvëron, thjesht jepet pas veseve, thjesht fillon të konsumojë ndoshta këto substancat alkolike, drograt, merret me argëtime, thashë theme, me qyfyre, sheh vetëm sport, lajme, domethënë e humbet komplet çështjen dhe nuk gati ne themi në shqip nuk është më për asgjë. Ose ndonjëherë themi nuk është burr. Ose ndonjëherë themi, falem për shprehjen, themi burr kurv. Tani pse i them këto gjëra? I themi që nuk janë të rastësishme, sepse vetë fjalët kanë dalë nga traditat popullore. Dhe traditat popullore janë hasur me këto fenomene. Dhe këto fenomene nuk janë asgjë re nëse i shohim në optikën shpirtërore, në optikën e shkrimit të shenjtë që na ka dhënë Zoti në Biblën e shenjtë, lavdi Zotit. Kështu që këto janë rreziqet të dashur miq dhe ndjekës së kësaj faqe. Së pari, rreziku i parë është mëkati i parë, skllavëria. Apostujt e shenjtë
i shkruajnë besimtarëve tyre në Bibël, po kjo vlen edhe për ata që nuk besojnë. Thonë që Krishti ju thirri në liri. Kështu që dhe për ata që besojnë, Zoti, që është Krishti, ju ka thirrur në liri. Pra ju ka krijuar të jeni të lirë. Kështu që mos u bëni, thot shkrimi i shenjtë, skllëvër të njerëzve. Pra Zoti ju ka thirrur të jeni të lirë, mos u bëni skllëvër të njerëzve. Kur bëhemi skllëvër të njerëzve? Nuk bëhemi thjesht në raporte fizike, bëhemi dhe raporte virtuale. Pra pornografia është gjithashtu. Njësoj si shkon të prostituesh, pra ose shkon me një prostitut, njësoj dëmi është pothuajse i njëjtë, do njëherë edhe më keq nëse kalohet masa. Njësoj është kur konsumon pornografi. Dhe nëse konsumi i pornografisë vazhdon, njeriu jo vetëm që vaktësohet, por ajo vaktësia e çon drejt vdekjes. Dhe s'pari vdekja fizike, ku përkthehet me humbjen e energjisë seksuale, që ky njeri nuk është më i aftë të bëjë asgjë, sepse ka humbur fuqinë. Më kuptoni, ka shkarkuar gjithë potencialin e tij me aktivitete të rëndomta, mediokre. Pastaj vazhdon vdekja emocionale, ky njeri nuk është më i gatshëm të bashkëveprojë me njerëzit e tjerë, pra emocionalisht nuk ja del dot as komunikoj, as të jetë për të tjerët, të ndihmojë të tjerët, qoftë të flasi normalisht ose të dëgjojë, nuk ka nerva, fillon acarohet të tjera me radhë, sepse nuk është mirë emocionalisht. Pastaj nuk është më mirë as ana intelektuale, truri i tij nuk prodhon, sepse bie fuqia e tij, truri mbushet me dopamin dhe shkarkohet nga neuronet, që janë qelizat që e vënë në punë trurin, dhe aspekti i tij shpirtëror është shumë i largët. Por ama ka një lajm të mirë, dashur miq, që lidhet me këtë të fundit që thash, por që nuk është e fundit në rëndësia, por është e para. Për çdo njeri ka shpresë. Ka shpresë, sepse ndihma më e madhe e njeriu është ndihma shpirtërore. Nëse njeriu kërkon Zotin, dhe unë këtë kam të faktuar jo vetëm nga jeta ime, por nga jeta çdo besimtari që njoh, di raste nga më të ndryshme, varësi, qoftë nga drograt, prostitucioni, domethënë, pornografia, e të tjera varësi të ndryshme. Njoh madje të besimtarë me të kaluar kriminale. Më kuptoni, lloj njerëzish. Kur i sheh sot shenjë njëri tjetër, shenjë njëri të pastër, shenjë njëri të shëndetshëm, shet suksesshëm, një vëlla në besim këtu në kish ku jam, që ka filluar jo nga zero, po nga minusi. Nga minusi, pra i gjendur në shumë mëkate të tilla, në një depresion të thellë. Arriti thjesht të ringrihej me ndihmën e Zotit. Pra i kërkoi ndihmë Perëndis. Zot më ndihmo. Konkretisht, jo lutje fetare, rituale, siç mësojnë fetët zakonisht. Dhe mos harrojmë fetarizmi, kam thënë në video tjera, është ana tjetër e monedhës së kësaj bote. Nuk ofron ajo zgjidhjen, prandaj edhe shumë njerëz largohen nga Zoti, sepse janë fetë që i mësojnë rituale. Zoti nuk do rituale. Zoti thot, thjesht më kërkoni dhe do të më gjeni dhe unë do t'ju përgjigjem. Nëse më kërkoni me gjithë zemër. Dhe me gjithë zemër do thot kesh një zemër për ulur, ta kuptosh që vetë nuk ja del dot. As të luftosh drogën, as alkoolin, as depresionin, as pornografin, as gjë. Vetë nuk ja del dot. Je shkatruar nga mëkati. Pra gjithë ky virus që është mëkati, ndarja nga Perëndia të ka shkatruar, atëherë kërkon ndihmën Perëndis dhe Perëndia zgjat dorën. Dhe po thoya ky vëlla arriti pikën e fundit, i kërkoi ndihmë Zotit, Zoti e ngriti. Filloi si një shpërndarës, pra siç janë këto delivery. Shpërndarës, sot ai ka një biznes këtu në Moskë dhe sapo ka bler shtëpinë e katërt. Pra 4 shtëpi, 4 apartamente, i ka bler vetëm duke punuar me djersën e ballit, sepse është besimtar. Dhe ai jo që nuk bën hile pas, edhe po e mendoj, hilen një besimtar është mëkat. Më kuptoni, ka një biznes suksesshëm, i martuar me fëmijë lavdi Zotit, dhe s'është më shumë se 35 vjeç. Më kuptoni? Si ja doli, i kërkoi ndihmë Zotit, kështu që miq, që mos të zgjatem dhe mos i bëj këto video të zgjatura, sepse ndoshta janë tema për video të tjera, ju që dëgjoni, dhe pse them të gjë ju që dëgjoni, sepse ky kanal nuk ka qëllim as në një përfitim, as në një fam, as gjë për gjë. Ky kanal ka për qëllim ata që kërkojnë të vërtetën të bëhen të lirë, të shlirohen. Kështu që ky kanal dashurimisht është vetëm për ata që kanë vesh për të dëgjuar. Nëse kërkoni argëtime në këtë kanal, nëse kërkoni ose mendoni si të mësoj nga një gjë që të bëj para, ku diun,
ose nuk e di çfarë mund themi, thashë theme tjera, nuk është ky kanal. Ky kanal është për ata që kërkojnë të vërtetën, kuptimin e vërtetë në jetë, dhe atë kuptimin e gjejmë tek fjala e Zotit. Dhe kësaj të vërtetë që është hynori, i bashkangjitet dhe përvoja ime si një sipërmarrës, profesionist, familjar, por edhe një trajner i certifikuar ndërkombëtarisht për zhvillimin personal dhe profesional, fal përvojës time në gjithë fusha, fal Zotit, kam zgjedhur që të ndaj sa më shumë nga këto përvoja, me qëllimin e mirë që individ të ndryshëm, ku bëni pjesë ju dashur miq, të mund të fitojnë një ndihmë. Dhe ndihma më e madhe është kjo, kur i kërkon Zotit, sepse Zoti është ai që ka krijuar universin. Tani, çfarë kushton Perëndis të ndihmojë njeriu atë kokrizën e errërës? Kështu që kjo logjikisht ndoshta nuk bën sens, por ju them, jo vetëm dëshminë time, por edhe dëshmitë e njerëzve të tjerë, kur i ka kërkuar ndihmë Zotit, janë shëruar, janë pastruar dhe janë ringritur. Pra nga një, po ta marrë si ndërtesë, nga një ndërtesë e shkatruar, janë restauruar. Dhe janë një ndërtesë e pastër, e bukur dhe funksionale. Dhe kështu është trupi jonë të dashur miq, jo më kohë Zoti thot në Biblën e Shenjtë, që trupi juaj është krijuar që të jetë tempulli i frymës së shenjtë, që është vetë Perëndia që banon në këtë tempull. Kështu që kujdesuni për të tempull dashur miq, sepse Zoti ka krijuar që të bëjë vepra të mëdha dhe jo që të shkatrohet në aktivitete mediokre. Uroj t'ju ketë ndihmuar këtë video dhe Zoti t'ju bekojë ju të afërmëve tuaj dhe u dhënë shumë fuqi dhe paqe. Amen.